Dikur, sa po njiheshe me dikë të pyeste, ku punon? Çfarë shkolle ke bërë? Sot nuk të pyet më kush. Suksesi nuk matet më me arritje intelektuale, për me çelësin e makinës që mbështet në tavolinë. Nuk ka më rëndësi se kush je, por sa ke. Prindrit vazhdojnë sakrifikojnë për shkollën e fëmijëve, por çfarë marrin mbrapsht? Mediokritet, një sistem pa fonde, programe të dobta, nota që blien, profesor të dorëzuar, nxënës që kuptojnë se suksesi nuk vjen nga dia, por nga pushteti, nga TikToku, nga partia ose nga shtëpia e barit. Kreatura nuk është më turp, është strategji karriere. 100 vite më parë ishim pranë detit të palar, pranë dritës të papar. Ishim të varfër, për të etur për dije. Po tani, pas një shekulli, si përfunduam këtu? Përgjigja është lartë, jo në qell, jo, por në pushtet. Ata që vendosin e kanë kuptuar një gjë të thjeshtë. Një popull i shkolluar bën pyetje, kërkon llogari, nuk është dele. Ndërsa një popull i shkolluar keq nuk pyet, ai pranon. Maksimum janë kohet, pse nuk më jepni dhe mua një mundësi të korruptohem, ë? 100 vite pas Fanolit, ne kemi shkolla që prodhojnë meme, por jo mendje. Kemi deputet që mezi shkruajnë emrin, e jo më ligje. Kjo sepse arsimi është sabotuar me qëllim, për të na bërë më të bindur, më të heshtur, më të varur, në radhë për një vend pune që fitohet nga ai që gjunjëzohet më shumë për të puthur dorën e duhur. Ndaj s'na çudit më as kur dikush shfaqet si kandidat për deputet dhe s'ka as diplom gjimnazi, ama është gati të bëjë gjithçka për kushtetutën. Sepse kështu e duan Shqipërinë, si një ferm kafshësh, ku askush nuk mendon me kokën e vet. Se një njeri që di nuk mund të jetë skllav, një njeri që di të nxjerrë zbuluar, një njeri që di është makthi më i madh i çdo pushteti. Është viti 2025 dhe ne ende gjejmë veten pranë sofrës të pangrën, pranë dijes të panzën.